drejt për të ndjekur dhe konferencën për shtyp e cila sapo ka nisur të kryeministrit Edi Rama me gazetarët. E pashtullës ta bënim këtë konferencë për shtyp, sepse janë disa çështje që meritojnë të adresohen dhe që janë të lidhura drejt për drejt me interesin e publikut, besoj, duke filluar nga projekti strategjik i portit të ri tregtar dhe ushtarak të Shqipërisë dhe duke vazhduar me impaktin e luftës kundër regjimit kriminal të Teheranit në çmimin e naftës, por gjëja që vjen menjëherë si rrjedhoi është edhe çmimi i ushqimeve. Kështu që këto dy tema ishin të parashikuara për të diskutuar sot, por në ndërkohë do ta nis nga vendimi i dieshëm i Parlamentit, jo për vendimin në vetvete, por për jehonën tërësisht deformuar që ju dha atij vendimi. Ju me siguri e keni ndjekur vetë të gjithë rrjedhën e ditës, keni ndjekur, besoj, edhe prononcimin tim, që dua ta përsëris, lidhet drejt për drejt me të vërtetën e madhe që kërkesa e prokurorisë nuk i përmbushte as kushtet minimale për të marrë në konsiderat. Në ndërkohë që përpjekja për ta lidhur refuzimin me ndonjë arsye tjetër apo për t'i dhënë refuzimin për masën e një fakti që do të bllokojë rrugën e Shqipërisë në Bashkinë Evropiane apo do të pengoj zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi apo do të pengoj aktivitetin e pavarur të drejtësisë, është një përpjekje e shëmtuar, madje në dëshpërimin e vet ka të gjithë ato ingredient që ka në të përditshmën tonë përpjekja për të bërë çmos që Shqipëria të pengohet dhe që hapat e shpejt me të cilat ne po ecim në procesin e negociatave të frenohen. Nuk ka asgjë të re në këtë, por natyrisht që materiali në këtë rast është i favorshëm për të rëlisur njerëzit dhe për të fryrë daullen e luftës kundër qeverisë dhe kundër kësaj shumice qeverisë. Dua t'i siguroj të gjithë që nuk ka asnjë frenim në rrugën tonë të pandalshme drejt antarësimit plot në Bashkinë Evropiane. Nuk ka as një diskutim lidhur me vullnetin ton për të vazhduar në rrugën që ne kemi hapur në pavarësimin e drejtësisë dhe në luftën reale kundër korrupsionit,
Ashtu si kundër nuk ka asnjë dyshim që në këtë rast nuk jemi përballë një çështje korrupsioni, sepse vetë prokuroria nuk ka ngritur një akuzë për korrupsion. Por jemi përballë një çështje në hetim, e cila mund të hetohet lirisht pa as më të voglën pengesë, dhe e përsëris atë që thash edhe përpara grupit parlamentar, unë inkurajoj prokurorin që të ndjek dhe të hetoj të gjitha pistat ku mund të mendohet se mund të shfaqet gjatë rrugës ferra e korrupsionit. Deri tani nuk jemi përballë një çështje korrupsioni. Kjo është pak, po është shumë e sigurt. Nga ana tjetër, është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje, nuk është sekret. Dhe si kundër besoj e din shumica, por bëjnë sikur se din pakica. Unë në këtë detyrë përfaqësoj Shqipërinë, interesin e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët, dhe